Mirëmëngjesi, dashur televizionistë të ekranit, dëgjues të radios kanë 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka gdhir, domethënë shikoni. Çfarë dielli, çfarë qielli. Sot parashikohet të rriten goxha, ndjeshëm temperaturat krahasuar gjithmonë me diell, sidomos e pardje, edhe bëuni gati për një ditë të nxehtë ku problemi s'ka për qenë nxehtësia, po tentativa për të gjetur freskinë. Çi do të thotë? Filloni ruhuni shumë nga kondicionerët edhe nga korrentet që mund të ketë nevojë trupi, sepse normal, gjithë të vapë domethënë e dojë çik. Kujdes shumë nga uji ftohtë, uji frigoriferit, edhe këto janë, si më thënë, porosirat e çdo vere ku nuk është dielli problemi. Problemi jo, është kondicioneri, është edhe e ftohta. Kështu që për ata që kanë probleme me zemrën ose që nuk janë mirë me shëndet, ruani shumë atë amplitudën e temperaturave. Domethënë që jo shumë vap dhe pastaj bum në ujë ftohtë, ose kundërta, jo ftohtë dhe bam, del me njëherë në vap. Kështu që njeriu zgjen karar. Sidoqoftë, të dashur miq, ne sot jemi hënë datash të 2 qershor 2025, eksakte ora 7, dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dhe nxitoni dashur miq në orën e parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Shikoni pak, sot për arsye edhe të ritmit çik, domethënë të programit, kemi dy tema. Zgjidhni njërin prej tyre këtë doni. Dy tema që ndoshta nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën, po aty ku ndjeni më mirë dhe më shkurt punësisht, jepni argumentat tuaja. Tema parë. Nëse një burr qan në publik, kjo është një shenjë që ai është një burr i dobët apo është një burr i fortë emocionalisht? Pyetja 1. Pyetja 2, domethënë tema 2 është kjo. Nëse një robot ose inteligjencë artificiale bëhet e aftë të tregojë dashuri dhe emocione në të ardhmen me kismet, a mund të jetë ndonjëherë pjesë e një familje të vërtetë? Janë dy temat që tash nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Po sidoqoftë, ju zgjidhni, mendojeni dhe bujoni 069 40 41 003. I bjem shkurt. Me kafen Lavazza në dorë, pa diskutim në këtë moment të këtij mëngjesi, e shijojmë ditën duke mos harruar në asnjë moment, në asnjë mënyrë, pa falendëruar Zotin që na zgjoi edhe sot. Mirë, telefonata e mëngjesi. Pa, mëngjesi. Kush jeni nga Fisniuve? Jam Flora nga Shkodra. Flora, ha? Pa. Flora si e? Mirë, mina qushi. Ko e mirë, sot, ha? Gjumi, ko e mirë. Bashkë. Shumë e mirë, e freskët. Ja ble me boni gjiro tani, apo ja? Pa, kena grupin që dalim për të kanë e kena. Me hallakat të komët, pa. Pa, edhe e presim në zi, jo për në gjanë, po ashtu. E më mirë, po shumë mirë. Po, mirë e boni. Ka i kafe, edhe e kalojmë para ditën. Aha. Tashti, për temën. Pa. Ma thuj të parën, se i shafi, do me thënë... Jo, mos ka nevojë një nga dy, apo të? Nuk është e thënë... Ma thuj, mirë, ka gjë, ma thuj të parën... Nëse një burr qanë në publik, ky është një burr i dobët? Apo është një burr i fortë emocionalisht? Tashi, a do me ta thënë? Varet se arsyeja. Në qoftë se ky ka në një arsye të fortë edhe e shkryn me të qara, është tjetër. Por një burr që qanë, unë them ka dignitet. Dignitet i madh nga loti, si po thu? Pa. Loti i vu, pa. Pa. Nga një qanë njeriu, edhe për, do me thënë, edhe kur e nin shumë edhe nuk ka qa bën, shqip, edhe të kryet me lot. E kuptoj. Mirë, motor, falenderoj shumë, kalofshi sa më mirë sot. Fala shumë. Shoqërisë tuaj fala. E këtë shkëndranin e kam këtu. Sa mirë. Se vija për asaj, që kënaqem për ditë edhe. Mrekulli. Kalofshi mirë. Shumë fala. Kalofshi mirë edhe ju. Gjithë mirë. Okej, me telefonatën në mëngjesi. E mbyllim, bre. Nuk presin dot. Po mirë më bën e madhe. Okej. Ajo rrufitja kafes un prap them që s'ka të paguar në këtë orë, domethënë, ë? Se pastaj njeriu mund pi 2, mund pi 3 kafe varet nga situata. Ka të rinj që pinë goxha kafe, po okej, pini, po kujdes ama. Sepse s'duhet pish çdo lloj kafeje. Gjeni Lavazzën për të shijuar ditën. Me telefonat e mëngjesi. Aldo, mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Fisni? Shkëlqimi jam Aldo. Ciao, bëre çimi mirë. Hajde një ditë e mbar sot Aldo. Gjithashtu. O më çimi. Aldo, një burr në mes të rrugës. Po çau. Po e të lotuar halli nuk i ngjan Aldo. Një burr kur qan ka lezet. Çfarë thua për të? Kurse gratë janë të përreshme që qajnë për shumë dhe... E kanë të vetëm. Qanë një grua thot, ama se
zjetë që ka ajo. E këzona ajo e gjojnë budalash, kuse një mashkull, një qarje mashkullit Aldo është shumë e dhëmshme. Shumë e dhëmshme. Qanë shumë e qartë. Ti thua që është digjitoze kjo, ka lezet. Shumë Aldo, shumë e dhëmshme. Për një mashkull. Nëse avë një grua, hajtë se regullohemi. Gruja e ka... Atë pun ka qartë të rjetën. E qartë, sa mirë shko. Qanë si korbi. E qartë. Gruja. Mirë. Hajde të gjosha të mire në ato. Gjithashtu. Telefonata një mëgjesi, sa ti të ushti? Një mëgjes. Kush jeni nga Prishtinë? Leda nga Shjaku. Ha me Leda? Mirë, ju mirë? Dërë tani. Shiqër. Tani, sa për temën Aldo, nuk është tërp në si burë që andë është i dobët. Jo. Burri mund qajnë me shumë mënyrë që mund të skenarë, mund të jetë bo babë nga emocioni që kanë hodhlet. E vërdet. Ka shumë, ka mënyrë të ndryshme, mund të nodhi pa të si qanë, nuk është tërp të qajnë, e ndjenje shpirtërore. Për kundra zje, e marë. Ka të thonë të e s'ka, po ndjenje shpirtërore më të vika qartë. Kurse edhe kjo rebot, ata emocionet këtë dashuria, për nuk më ndodhë kur tjetë të familje, shumë e bështirë. Mund tjetë për fëmijët pa më argatu, për familje kështë, ja, e bështirë shumë. Mirë motor, shumë faleminderit për telefonatën. Punë të mbarë. Gjithë të minat. Telefonatët tjetër më mëgjesi. Mëgjes. Kush jeni nga Prishtinë? Gjini nga Lezhë. Gjini nga Lezhë, po? Përsa e për këtë temës? Cilës temë, se janë dy tema? Burri që qanë rrugës ose pazar. është se aji burë është ndershëm. Aji që janë shëndershëm? është ndershëm, po. Dhe nuk e mundu pa drejtësin. E kuptoj. Kështu e përjashton... Po tjetër tema, si, kush është e tema tjetër? A bën lëre, kurse di lëre kot, nuk është e menduar, i menduar vetëm për këtë, apo jo? Po. Lëre. Hajde me kispent, kemi kopë. Hajde, Shëndet. Jemi me Zotin Nika, urdhëroni zotëri. Një mëgjes, një javë të mbarë të gjithë dhe ju dua shumë, jemi zgjua mirë, mashallah jemi që është e vërtet Aldo, teksa në fakt përse për këtë fundjavë, sigurisht që nuk ka kaluar pa shënjuar edhe ato problematikat e veta me thënë vërtetën, jemi drejt për drejt nga drejtoria e përgjithshme e policisë të shtetit, sepse në fakt është e vërteta rinia nuk ka frenador Aldo dhe gjithmonë ngarkohet me shoksa me alkoolin edhe me një substancë, teksa si gjithmonë policia është vigjilente në akset dhe destinacionet më kryesore të kryeqytetit, konkretisht një çon i vogël që është e vërtetë 26 vjeç, teksa është ndaluar ka dashur që ta korruptojë policinë duke futur një 5 vjetësh aty tek letrat e makinës së vetës, por që sigurisht i ka dalë guq sepse ka përfunduar në dhomat e paraburgimit. Nga ana tjetër, me thënë vërtetën, sot në fakt pensionistat janë zgjuar që në orën 4:30. Pse do thoni ju? Sepse shtuna e djele që lloj pushim që thatë juve, venditojnë si për të zënë radhën në këto kutit postare ku nuk kanë munguar edhe grindjet konkretisht para një ore duke ardhur për punë te rruga Kavajës, në fakt duke dalë për Myslimshyr, është një kuti postare, një radhë, një dyndje madhe duke u zënë e duke u ngënë me një tjetrin pse u fute para ti, jo radha ime, jo më thetash nga ana tjetër Aldo, sigurisht jemi bërë gati edhe me kostumet e plazhit, po me thënë vërtet çmime në stratosferë, kështu që ne jemi drejtuar edhe gabit, sepse është hapur festiri me rroba plazhi nga 1000 deri në 2000 lekë të vjetra, për gjithë ato që nuk kanë mundësinë, sigurisht që kanë edhe një zgjidhje tjetër. Nga ana tjetër, ditën e djeshme në fakt një qytetare ka qenë e pakënaqur me cilësinë e karburantit, me thënë vërtetën, Aldo i ka shkaktuar probleme tek makina vet tip Smarti, me thënë vërtetën, sigurisht që po, ajo thotë se pasi furnizoi makinën që është e vërtetë me një karburant sipas saj ishte i dobët, ka shkuar ke mekaniku që thatë juve, dhe në një mënyrë të menjëhershme nuk ju ndezë makina dhe sipas mekaniku që kishte 5 vjet që ja ndiqte dhe ja kontrollonte makinën, nafta kishte qenë e përzier me ujë. Nga ana tjetër, një tjetër informacion ka bëj për një djalë viral në rrjetet sociale, një berber në pamundësi e ka lënë atë dyqani që ka pas me qeram, sepse ka patur një vlerë goxha të lartë për 1000 euro paka shumë, me drita ujë, siguracione, aty mburimi e gjithë gjëra me radhë, kapte 1000 euro pushtot dhe momentalisht po qef në për shtëpiat e klientave të dashur miq. Kjo ka qenë një rrugë zgjidhje derisa thotë që ta kapim pak vetën. Okej, mirë, në rregull. 069 40 41 003. Me telefonatën në mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Gëzimi nga i fshatit Tiranës. Gëzim, si jeti? Mirë, jo keq.
Shqyqyr. Po, gëzim, urdhra. Për temën e parë du me flas. Du me flas, po? Unë jam një të personët, jam në moshë tani, po qaj vazhdimisht për qaj, edhe ka gëzimi, edhe ka edhe ime dhe kur me ma. Po s'du të përmend që jam i topët, apo jam i fort. Jen nga zemra. Pra, të vëllën ti ke një ndjesit fort emocionale, themi, apo jo? Po, edhe ka gëzimi, edhe ku shoh njerëz që të varfër, kështu ku vimse dhe kam diçka kështu. Po kështu ka qenë gjithmonë? Po, gjithmonë kam qenë. Aha, po ç'ne do ndryshe nga gjithë të tjerët. Tani stot edhe më tepër, për shembull kur vjen një këngë, pleqni, se po ja vitet të kesh sa vetat edhe. Në qartë. Ti e kupton tash? Të emocionon dhe muzika thotë ti. Po, patjetër shumë. E marrë. Po edhe në shkollë fillore dhe në gjimnaz çu ke qenë? Jo, se kom pas këngë, kom pas pak fëmijë kështu për shembull, diçka, po tash po shtohet edhe më tepër. Jo e marrë vesh, po ç'shin nga të buron ky emocion? Po, se kuptoj edhe vetë, më vjen, takoj për shembull, kam një person që kam kohë, se kam taku një nipa, një mes, dhe takoj dhe më vjen për të qartë. Ua, ma habite. Po i vjen. Po, një lloj emocioni ka robi, pa diskutim, a? Se nuk ne copa druri si jemi të gjithë, pa e dihet. Po, zuta për në që jam i dobët ose jam kështu, këtë se përnoj. Jo, mi dakord, po, kjo shpreh emocioneve kështu me lot, kur i thajnë, me lot gëzimi, ose lot hidrimi. Po, për shembull, ose kur shifshe një film për shembull që janë ca filma që janë të prekshëm. Ba. E ke pa atë filmin Hachiko? Po pa, për shembull, ose tjetër ka shumë filma që janë të prekshëm, kesha Mikuqja për shembull, është. Hama tani. Është i ri edhe kinema qasha. Po ngjo. Te sha Mikuqja. Po. Çka ka për çati më burr? Si s'ka përsa ai djalin që e merret te vajza dhe e lën rrugët me fëmijë, si s'është për qatë. Dhe me një tjetër, është shumë e ullët. Se ai e mo, e përdoj se bole me fëmijë. Ti e di që film është ai, ke parasysh, nuk është... Po ka dhe ngjarje të vërteta, Aldo, ka shumë ngjarje të vërteta me këtë. Ashtu, ha? Po, rraf të muzikën. Se mos ta gjash tani ore. Jo, tani jo. Dgjoj, o gëzim një pyetje. Kur ke filluar të qash për herë të parë? Në cilën mosh pak a shumë? Ke filluar që të marrësh gjikundi? Po, edhe fëmijë, kur foli për shembull preksa shumë se je shumë i prekshëm. Je tip i ndjeshëm. Po, tip i ndjeshëm shumë. Shumë e shtetin e okay, domun. Mirë, jo keq, s'ka pas probleme se po mirë. Me zemrën me të diabete qona? Po. E o mirë? Ti gëshata i ka jeta këta? I ka, e vërtet. Mirë vëlla, ti rofshin amore herë. Pandej, më pas ka lofshi mirë dhe jo. Hali, të mira gjithë. Shëndet. Me dhe levratër më mëgjesi. Mëngjes, zoti Aldo. Ku sheni nga Filistina? Jam Mira nga Elbasani. Si ke qenë të mi? Mirë, faleminderit. Po duhet të sakrifikosh një çik për këto temët e tuaja. Për gjumin e mjezit, se janë tema shumë. Pa mirë, gjimnastik truni. Jo, gjimnastik truri, po tamam, të vërtetën e ke thënë. Gjimnastik trurit të menduarit në veprim që ta shtrydhësh trurin. Sa të mendosh budalliqe ka të më thotë mjes? Jo, urdhro? Sa të mendosh të budalliqe ka të më thotë mjes? Po, tamam. Biles, domethënë kjo është një temë që kushdo e gjen veten në këtë, sidomos ajo e para i herë. Burrat. Të mendosh sa kalamaj apo çuna në gjimnaz? Po. Bullizohen nga ky fakt. Sepse njeriu drejt që mori njeriu është, nuk është cop druri. Po, patjetër. Shiko, unë megjithëse druri janë. Një burr i vërtet, edhe loton. Një burr i vërtet edhe loton. Kur janë emocione shumë të forta, për shembull. Por nuk do të thotë që është dobësi. Nuk do të thotë që është i dobët. Pastaj marrim, si shiko, se njeriu mund të çajë edhe nga gëzimi dhe nga hidhërimi. Po, nga kujtimi. Po, si? Nga kujtimin. Po, patjetër. Unë për shembull, po e marr X filani për shembull. Çau, se i vdiq një shok i ngushtë. Po, jo çaj, tash i burri është burr, jo çaj kështu me dënesi çaj ngrat. Po ama lot nxjerr. E kuptoj. Domethënë, se kjo e qarë, mi formë e qarë është. Pra, kur nxjerr lot. Ai qarë. Gjithë sekreti është tek dalja, tek shpreha emocioneve. Po, emocioni fort, patjetër, emocioni fort. Të paktën brezi ynë është mësuar ti risi. Po, patjetër. Ti risi i ndrytur. Shiko, më mirë është ta nxjerrësh lotin, të qash sa ta mash mrena, të lirohesh.
edhe ai emocioni fort bën dëm edhe në organizëm, e kupton? Nga s'bën dëm thuaj. Ashtu shumë mirë, por gjithsesi tash ka edhe burra shumë të fortë që unë jam nga Shqipëria e Mesme herë që po se ka lidhje kjo nga je? Jam nga Shqipëria e Mesme, nga Elbasani dhe kështu që ne Elbasanllit ose Shqipëria e Mesme i ka një çik njerëzit më sentimental. Se sa ato nga Veriu ose nga Jugu që janë i bin gjoksit me çfarë? Me sopat. Po që e kanë gjopsin grop pra që themi në pra to labët. Që janë i çik më të fort. Ku shkon me po që të bashkë tash mu më pëlqeu kjo si temë, më thënë është edhe është fakt se kemi parë shumë raste që burrat edhe lotojnë emocionet e forta. Kurse sa për temën e dytë, ajo e dyta mos besoj kurrë që një njeri të zëvendësoj inteligjencë artificiale. Mundet bashkëto. Po mase. Shiko, njeriu është ai që i ka kriju këto inteligjenca, po nuk zëvendësohet kurrë. Kur një person për shembull që të mund të jetë bashkëtues. Është qartë. Por ama jo emocionalisht. Shiko, artificialisht po. Të ardhmes asnjëherë nuk e dihet. Shiko, unë jam një brez që mendonte para 30-40 viteve shkote mendja ty që të ketë inteligjencë artificiale apo celular. Shkote jo, kur mbot. Pra neve si ku merret vesh anot? Ku dihet? Po mase kush e di. Po kjo menja ime kështu thotë që kur mbot nuk zëvendëson inteligjenca artificiale që të zëvendësoj njeriu. Kur? Megjithatë do vi një kohë që edhe do bëhen edhe këto bashkëjetues me njerëzit. Shikoj, në çudi mos të duket, por derisa një muzikë, një film, një gjë që nuk është i prekshëm, nuk është real. Ty të ndikon në shpirt. Në çudi nuk ka. Kështu që të mos i marrin gjërat me shumë siguri. Po, zoti Aldo Rrosh, faleminderit. Doroj gjithë mirat. Shëndet. I me telefonatën në mëngjesi. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Sofia nga Italia. Po, Sofia urdhëro. Burri ka dy lloj lotësh. Lot të gëzimit e të hidhrimit dhe lotët që ruajnë dinjitetin e tij. Për shembull, se ndodhet në një sherr, ai largohet dhe me lotët shkarkon rabjen, ofezat, të mos bjerë pre i këtij sherri, të bëhet si ata, largohet me lot dhe plot dinjitet. Ky është burri po. Largohet me lot dhe me dinjitet? Si. Okej. Mirë, motor. Me lotët, përse se shmanget çdo lloj, nuk është i fortë. Pero e shkarkon me lotët gjithçka, të mos futet në këtë sherr, të mos bëhet pre e këtij sherri, e këtyre njerëzve. E marrësh, mirë motor. Ai me lotët e tij, ai largohet me dinjitet. Ky është burri i fortë. E kuptova. Mirë, më shumë faleminderit që na morët. Falenderoj shumë për telefonatën, ndërkohë dashuri që vijoni për të pranotuar. Në 069 441 003 i vjet kemi shumë pak momente e publicitet për të rikthyer përsëritur në studion, nuk vonohemi. Miq dhe miqesha, vijoni për të pranotuar në 069 441 003, ndërkohë që ora është 8:24 minuta. 8:24. Vijojmë më tej. Me telefonatën në mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Gjemoli nga Mulleti janë. Edhe njëra Oli? Gjemoli. Gjemoli, si ma? Nga Mulleti. Si ke qenë dhe ma? Atëhere, unë jam që qaj, vazhdimisht. Atëhere, kajtona me melanom në malinje, ka marë. Shko ke ambulanca modë, me morë rekomandime, shko ke onkologiku ka djenë. E qarë, po mu, si më tekin me këtë diagnoz, melanom, malinje, tekin kempin ty. Ka ambulanca modë, ke onkologiku, tu qaj, gjithë rrugës, më konë. E qartë. Edhe shumë rastet tjera. Po, është natyra e apo për halli? Rasti punit me parashivin, si maku, një intervist. Se që ka? Tu qaj. Po pse?
Ndjeshëm më, kështu kam qenë, ha? Edhe jam. Do në kështu ke qenë natyra jote, kështu është? Po. Po që në 8 vjeçare, që në gjimnaz, apo? Edhe deri vogël, ku martoshin motrat e mia, mira, jo. Kanë kacolja do mos më shikte në hitu qaj. Mira, shka një emocion është pa diskutim. Ha? Emocion është pa diskutim. Po. Tjetër, duke bërë kimioterapin, ke onkologjiu, vjen një... Se tjetër që më bërë, dakor. Edhe i je 500.000 lek, na thosë se i ke... Mirë, mos taj devi jo, duan është tjetër gjë, ti ke shumë drejt, po është tjetër gjë. Falenderoj, vlla. Telefonata një mëgjesi. Mirë mëgjes, telefonata. Sirja fundit. Që ka problematik kjo? Aha, e po mirë. Okej, shkojmë në Vlorë, me figurën e Vlorës. Djalo ku je mo? Mirë mëngjes djalo të nga Vlora me i kohë bukur sot në Vlorë. Sa mirë. Po mundohemi nga pak me ditën e djeshme si i thonë me kishe dhe festa e fëmijëve. Po përveç kemi pasur një ca aktivitete, por edhe janë ca ndodhira të vogla, le ta themi. Por me mbi të gjitha, me rastin e festës, si i thonë, filloi dhe plazhi, le ta themi, ku pjesa më e madhe pas aktivitetit bëni dhe një larje në plazh apo një shplarje në plazh dhe pastaj vazhdonin ato aktivitetet e tyre. Jo, shumë mirë ja kam bërë, po për shembull domethënë duke parë atë aktivitetin pash një sken të vogël, le ta themi, ku ishin një familje, burr, grua, si thonë, dhe fëmia e tyre dhe imagjino që të gjithë fëmijët të përkushtuar te koncerti apo të rreth e përqark, mos shikonin në një shok, në një shoqe, mirë, po një nga ata fëmijë, domethënë ka parë një zonjë dhe i ka thënë ti jari në sy të mamas së tij që o bashiko kjo shoqja jote që takuam atë ditë. Aty domethënë babai shoqe babit e kupton me ato justifikimet e tij. Po, ajo që vajtëm atë ditë atje ku filloi me ato historinë çka kish parë, domethënë. Ajo gruaja pastaj bashortja e tij e mori për krau, pa hajde bisedojmë pak këtu i tha dhe vazhduan atë bisedë, po nga bisedë kaloi në debat. Nga debati nuk e di se si mund të ketë vazhduar më tej, domethënë, po që shpresoj mos të ketë arritur. E kuptova. Ka domethënë. Urime. Jo. Vërtet është për urime se nga një fest. Tamam për një gjashor, po. Pastaj shoku? Drejt. Po pastaj para disa viteve, Aldo, flasim një çift ka është ndar, para disa viteve dhe kanë pas 2 fëmijë ku djali ka shkuar me maman e tij ndërsa vajza me tijadin. Mirë, po vërtet të 2 fëmijët kanë vizituar me njëri tjetrin, po me anë të rrjeteve sociale se të 2 dhe fëmijët dhe prindrit jetojnë jashtë shtetit, po që me pozicione të ndryshme, si thënë, me vende të ndryshme. Dhe mbas disa vitesh, bëhet fjalë, domethënë, janë takuar para disa ditëve, le ta themi, dhe duan të ribashkohen sërish, por janë prindrit ata që nuk duan që të bashkohen sërish, pasi njëri prej tyre të bashorti ka krijuar një jetë të re, mirë, po fëmijët duan që të rinë bashkë, si thonë, ose vajza të kaloj nga jëma të ri bashkë, është një domethënë një problematikë të cilët ata duan ta zgjidhin, duan të japin zgjidhje, por që nuk e di se si. Po ata e mohabetani kotëshe. Ja, mirë, po që po është kjo që ata duhet të jenë bashkë motre vllasit. Po që janë këto ndarje tani të cilat ndaloj të gjë. Po ndërsa një djalë Aldo rreth 30 vjetave ka lidhur ka dhunuar një djalë tjetër, bëhet fjalë një adoleshent, për arsye se ka qenë problematik në lagje, për faktin se her pas here me një monopatin lëvizte shumë shpejt dhe ditën e djeshme ka aksidentuar një djalë, bëhet fjalë rreth 8 vjeç, po e bukur ashtu se ka inati 30 vjeçari, pastaj ka thënë, të kam thënë disa herë që mos të bësh skena të tilla këtu dhe janë zënë. Po më e bukur është kur vi prindrit e fëmijës, për arsye se ja kanë hedhur fajin 30 vjeçari duke i thënë që mos si bëri gjë djalit, thjesht një gërvishtje e vogël është, por ideja është këtu që në momentin që dikush nuk ka rëndësi nëse e përplas dikë dhe nuk quhet ndonjë dëm i madh, se ka thyer ndonjë gjë, ndonjë tutje, nuk ka rëndësi, nuk është dëm i madh. Dëm i madh është quhet nëse një person aksidentohet, larg qoftë, domethënë që mos ndodh ajo të ndrojë jetë, aty quhet problematikë e madhe. Çfarë bëri themën që këmbën asgjë gjë të vogla.
Asgjë. Ke mo? Pak a shumë këto gjëra të vogla kemi pasur të ta themi, po që këto hallet e moshës. Mirë figur. Suksese të mëtejshme në jetë edhe më gjërë. Mos e çoni vetëm, mbajeni fort Lora. Ecim. Mrekulli. Me telefonatën e mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Lola nga Tirana. Një javë të mbar Aldo. Gjithashtu motor gjithashtu. Ja, do flas për ato temën e parë. Ha një. Po, dëgjoj Aldo, nuk gjë pozitive është njeriu që ndjenjat emocionale, të një bisede, të një në gëzim, në idhërim. Robi edhe ruhet i çikmes, se thonë me Urdhëro? Robi edhe ruhet pak. Po tani, dëgjoj Aldo. Mundohë sa të duash, ato është organizmi i njeriut, shumë është psikologjia e njeriut. Kështu që gratë temrat e kanë më të ndjeshme, për shembull që nuk përmbahen fare, ka dhe meshkuj burrëror që nuk e japin vetë. Sa i qan nuk është burrëror? Po, nuk e vën në dyshim. Po, është njeriu për shembull që është i prekshëm. Tipi ndjeshëm. Tipi ndjeshëm. E qartë. Të përshëndes. Mirë motor shumë, faleminderit për telefonatën. Të gjithë të mirat. Edhe i telefonat tjetër mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Vjallësa nga Italia. Vjallësa si e? Mirë, faleminderit ju mirë. Mirë, dhe tani, mirë. O Aldo, sa për temën ke e para, për punën, unë kam pas vllajën tim që për shumë vite nuk e nxirrte një pikë loti, po pasi ne erdhëm në emigrim, motrat, goca, u bë aq i ndjeshëm, po kjo nuk do të thotë që ai ndroi si njëri, u bë më i dobët o më i keq. Kështu që varet nga situata e varet nga gjonat ke buri për punën e varet edhe nga ngarkesa shpirtërore mi. Po. Prandaj themuan që ai që nuk qante kurrë njëri tjetrën arri një pikë nga malli, nga gjonat që ia sjell jeta, arri të bëhet më delikat se një tjetër që mund të jetë më i fortë. Ndërsa nga ana e inteligjencës artificiale, kjo mund të ishte ndoshta e mirë për ata që jetojnë vetëm, që u azëvendëson pak atë dashurinë dhe emocionin, Jo, flasim për familje. Po pra, për familjen, nuk e besoj që një inteligjencë artificiale mund të zëvendësoj emocionin e dashurinë. Atë mos e thuaj si s'po vinë kohët ku merret vesh tani. Po tani se çfarë do bëhet nuk e di, po ajo është më shumë si një lodër e një. Ja, për shembull, të them se ecë me një logjikë të tillë. Kur ti dëgjon një këngë, apo shef një skenë filmi apo ku dëgjon çfarë, lexon diçka. Kjo nuk është e prekshme. Jo. Ta ngacmon Xhanin apo jo? E prekshme, të ngacmon anën emocionale njëri tjetrën, po prapë Aldo nuk mundet unë të paktën si personale, nuk mund të na zëvendësoj një inteligjencë artificiale. Ku i dihet ndodhi më vonë? Dakor, ku i dihet çfarë ndodhi më vonë? Ku merret vesh tani? Nuk e dim se çfarë do bëj. Prandaj thashun që kur je vetë me njëri tjetrën, çdo gjë mund ta zëvendësoj. Ndryshe. Po. Mirë motor. Kur je me njerëz, jo. Faleminderit. Rofsh na morën të gjithë të mirat. Jemi në Durrës. Hami goce. Ndesi zemra më ngjesi nga qyteti i Durrës. Ndesi shihet sot, po mbajeni si jo. Bravo. Nuk kemi aq të dobët që mos të mbajemi, kështu që sigurisht që të vinë gjërat ne mbajemi. Atëherë, po një informacion e ditës së sotme ardhë ku në pjesën e Golenit, pra ka çelur sezoni turistik. Dhe ditën e djeshme në fakt, duke qenë se fundjavë diele kështu, ka qenë tej i mbushur i gjithë Bregdeti i qytetit të Durrësit. Një tjetër që pastaj Aldo ka të bëjë për sa i përket një divorci në fakt, por që tashmë sa vjen dhe bëhet më problem, pasi ish bashkëshorti, dhe pse i kanë mbyllur çdo gjë me gjyq edhe kështu, ish bashkëshorti nuk e lë të qetë Aldo, por i shkon çdo natë në derën e saj, në mes të natës, që të shohë a është në shtëpi, a nuk është në shtëpi. Dhe nëse vajza pra i merr fëmijët dhe i çonte nëna e saj, arsyeja pse i ke çuar e tjera, pra nuk e lejon fare që fëmijët mund t'i lërë me gjyshrit
dhe aq më tepër me gjyshit nga ana e babait jo dhe jo, e kupton? Domethënë në asnjë moment ai nuk do që të jetë pa fëmijë zonja në fjalë. Pra është bërë një problem shumë serioz kjo gjëja. Truhet kot. Po pra, po xheloz. Sepse shkaku i ndarjes xhelozia ka qenë. Kështu që ushtronte dhunë e kështu me radhë, domethënë sa vinte dhe u rëndonte u situata. Tjetër kemi? Një tjetër që pastaj Aldo ka të bëjë për sa i përket një personi të moshës 45 vjeç, në fakt Farau dy prindrit e tij. Kjo për arsye se u ka kërkuar para pra pensionin që ata kanë mbledhur me vite. Dhe çfarë shkruan me po aty më pas zotë. Jo. Po në fakt është bërë një kaos për sa i përket makinave, domethënë, kjo është arsyeja. Mirë. Pra ushtron dhunë thash mbi prindërit. Një tjetër gjë pastaj Aldo ka të bëjë për sa i përket parkimeve. Është bërë me të vërtetë shumë problem sepse janë shtuar makinat dhe janë mbi 2, mbi 3, domethënë për çdo familje dhe kështu që me të vërtetë është bërë problem. Vendosin ndonjë kon aty, vendosin ndonjë kovuj, ndonjë bidon, ku ta diuni, që pronotojnë këto përpara dyqaneve apo shtëpive të tyre, por kjo gjë edhe për këtë arsye domethënë vjen sherri midis njerëzve. Mirë, zot. Një tjetër gjë pastaj. Mjafton me kaq. Se ka shumë zhurmë aty. Okej, mirë, vijojmë. 069 40 41 003. Ora është pa 3 minuta. Fiks është 8 pa 3 minuta. Mirë, mrekulli. Atëre ora ka bajtur 8 fiks dhe shumë që vjetë kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio, nuk vonomi fare. Okej, mirë, dhe shumë që ja të kemi përsëri në sheshin Nën Tereza në këtë mëngjes me diell, ndërkohë që ora eksakte është 8:07 minuta. Ne do të vijojmë me rubrikën në të cilën ne kemi nisur për shumë muajsh përpara me personazhe që nuk janë shqiptar, domethënë me nuse dhe me dhëndur që janë martuar dhe jetojnë e punojnë në Shqipëri. Dhe pikërisht sot kemi të ftuar në studio Vasilios Kakaidis. Mirë thash? Mirë thash. Mirë, kalimera vlla. Kalimera. Si je ti mirë? Mirë shumë. Vasili thonë. Vasili është ka një 5 vjet që është martuar me Eridën, si quhet nusja. Edhe ka një gocë 6 muajsh. Si ka emrin goca? Hara. Sa mirë. Me jetë me shëndet. Faleminderit. Edhe ka ardhur bën biznes në Shqipëri, ka ardhur që në 95-ën. Vasili ka ikur, ka ardhur prap etj. Pra ne themi që e solli nusja Vasili këtu. Vasil, këti ka në Shqipërinë në 95-ën. Po erdhën në Shqipërinë në 95-ën. Ne praktikisht jemi ti nga Greqia, nga je? Nga Athena. Nga Athina. Jemi 2 hapa larg. Si jemi shumë larg apo jo? Jo. Fqinj, po kemi qenë shumë të ndryshëm. Domethënë në sensin e njerëzve, të ambientit apo jo? Per mua është e njëjta. Për ty është e njëjta? Po. Ishte njëta kultura. Per kulturën mua ishte edhe du vendi ishte familjaridhes, nga familja, punon, edhe per mua ishte njëta. Për ty ishte njëta. Si u njohiti me Eridën? Dhe në qanë ndodhi? Si u solli Zotit të dyve bashkë? Erida per mua ishte një grua me shumë kultura, me shumë shkolla, edhe nga fillim kur takohemi. Ku takohemi? Këtu në Shqipëri apo në Athënë? Në Shqipëri. Në Shqipëri. Në Shqipëri këtu? Në Shqipëri, po. Edhe takohemi në lokale apo në diku tjetër? Takohemi në punë, në jashtë, në lokale, pastaj jam shok. Edhe erdi momenti. Erdi momenti. Tani kur momenti, e ban mend datën kur erdi momenti? Erdi momenti dhe të gjitha kjo momenti ishte shumë mirë, sepse erdi edhe hara, edhe pleqoj kjo historia. Një rrugë e dy punë. Po. Një rrugë e dy punë. Në fillim fare, si të zhdukur Shqipëria? Tani, Shqipëria nga fillim ishte një vendi, një shteti, kur per mua kemi sigurime. Sigurimi ishte në rruga, sigurimi ishte në shtëpia, sigurimi per mua kemi
forte policia, për kjo ishte mirë për mua. Do të thënë, ti ka në 95, në atëherë kur kishte... Unë asnjë herë në shtëpia ime nuk vendos Celsin në dera. Vërtetë? Për zotin. Mos e thuaj ku e ke shtëpinë, se të erdhën. Unë nuk ka problem fare për mua. Unë për mua kemi sigurime. Ishte avro në Grekia, jam grek, merr një avioni për 20 minuta ishte në Grekia. Po, haq. Edhe për mua, edhe du vendi, edhe Grekia, edhe Shqipëria, ishte familjare. Shikoj puna, kemi respekt. Sa mirë. Edhe unë punon shumë vjet me Shqipëria. Edhe i para me fabrika sfugjeri, edhe tasi me lokali me kafe. Edhe kjo ku kuptoj unë ishte shumë njerëz, kur ishte propara në Grekia, tani erdhi në lokali ime me nostalgji, për do pini frappe, për do pini freddo. Uzo mo. Në tek uzo, okej. Uzo more. Edhe 90% flet grekisht në Shqipëria. Edhe njëta historia edhe Grekia, 90% flet shqip, sepse jam shumë familjes nga Shqipëria në Grekia. Ti vërtet i kishe menduar ndonjëherë që do jetoje kaq gjatë në Shqipëri, ndërkohë që shumë shqiptarë kanë emigruar në Greqi? Po. Për mua, kultura familjes ishte njëta. E njëta? Fiks fare. Ishte dhe duja, do takohemi, do rrise një shtëpia, do bisetoj, do ha, do kaloj për pusime. Takohen prindrit, shkon nusja, shkon dhëndri. Fiks fare. Dhe kjo historia ishte dhe Grekia dhe nuk ndryshoi fare. Per mua nuk kemi problem në qoftë se një shqiptar martoj me një grek ose një grek me një shqiptar. Kjo ishte... Pra ti thua që popujt mes tyre nuk kanë... Popujt mes tyre nuk kanë probleme? Po. Problemi i nxit dhe i sajon politika, apo jo? Per mua tani. Politika ishte një tjetër historia. Politika duhet do boj për politika. Qartë. Si ke përjetuar ti mikpritjen shqiptare? Pra, apo jemi një lloj me grekët? Per mua ishte një lloj. Per mua ishte fiks fare, edhe për punë, edhe për familja. Për familja. E patet vështirë ta mësosh gjuhën shqipe, se hyn te gjuhën më të vështira. Problem qa ishte? Kur ishte vështirë? Shumë njerëz flet vetëm grekisht. Edhe çdo ditë flet me shumë grek, grekisht, gasip. Kuptoj me mirë, atë ishte problemi. Nuk ishte vështirë, në qoftë se dua do mësosh, ditë për ditë mund do mësoj. Erina nga është me origjinë? Ishte nga Avlora. Na Avlora. Do janë edhe na Avlora. Cili ishte reagimi familjes së Eridës kur e mësuan që ajo po martohej me një grek? Familja Eridas ishte me shumë kultura, ishte të gjitha me shkolla të largë, ishte me media hapur. Mendje hapur. Po, shumë i kenaqur unë kuptoj. Fantastike. Po familja jote si e priti? Ishte shumë mirë, sepse unë jam shumë vjet në Shqipëria, edhe kjo historia kaloj shumë mirë, nuk ishte... Keni bërë... Lete shumë mirë grekisht edhe familja, edhe Erida, edhe më miku ime atë ishte shumë mirë. Keni bërë dasëm? Po. Të dyja dasëm edhe në Greqi dhe këtu? Jo, vetëm këtu, në Grekia boj vetëm kaloj në edhe firmoz në Baskia. A ka në një zakon shqiptar që sot është bërë pjesë e pandashme në jetës tënde? Apo të tasë në një këtë? Do më thënë, ke në një gjë që zakon shqiptar që ty të përqen, apo jo? Ska në një kështu. Sa të ngjashme janë kulturat mes dy popujve, do më thënë Shqipërisë dhe Greqisë? Per mua kultura ishte e njëjta, sepse edhe dua edhe një shqiptar dhe një grek pëlqej familja, pëlqej ushqimi, pëlqej muzika. Muzika, ja. Po. E keni të mirë të që bone, e keni të mirë të. Po, pëlqej dasmi, pëlqej fiesta. Po, mrekulli. Ishte e njëjta historia.
Si është për ty domethënë përzierja e kulturës greke dhe shqiptare dhe si mendon ti që kjo do ndikojë në edukimin e gocës tënde? Tani, për mua goca ime i kemi një mama ku ishte nga Sipria dhe një baba ku ishte nga Grekia. Sigurisht duke do marrë dhe du kulturë, do mësoj edhe grekisht edhe shqip. Pa diskutim. Tani, për mua nuk kemi, unë prapë dhe bisetoj, nuk kemi diferenca kultura. S'ka fare. Per mua fiks fare jo. Unë ku kaloj në familja ime, ishte njëta në të se jam në familja këtu me Ridas. Ishte fiks fare. Cila është gjëja? Per mua ishte, për të gjitha shteti, 10% me libre, kjo nuk mund të kuptoj. Për një njerës dua një grek me një shqiptar me një grek me një nga Indonesia. Qartë. Kjo ishte nga libre, 10% nuk mund të kuptoj. Na 10% kuptoj. Kuptohem, pa diskutim. Duke qenë se ke shumë vite në Shqipëri, cila është gjëja që të mungon më shumë nga Greqia? Çfarë të mungon? Vetë familja ku jem atje, edhe miku. Edhe miku, të cilë për 20 minuta dhe mund të shkosh i takosh, po të duash. Fiks fare. Tani dhe shoqëria në ullur të çmimet e gjen dhe bileta lirë, si me thënë, për avion. Tani erdhi momenti, i sala, sepse përpara ishte vesti, kur ishte shumë lirë, kemi 3 kompanijës ku kaloj në Grekia, edhe tani, po, ishte shumë lirë. Qarë të pëlqen më shumë tek shqiptarët? Tani, një shqiptar për mua kemi besimin. Besën. Në qofë se boj dorë me një shqiptar, boj dorë, baroj film. Shtrëngon dorë. Po, ishte firma, ishte garancia, edhe për mua me pëlqej sepse një shqiptar kur bisetosh për familja, bisetoj për familja. Për familje. E qartë. Dhe kjo ishte shumë mirë për mua. Ka diçka që nuk të pëlqen tek shqiptarët? Dhe një gjë të vogël që nuk të pëlqen? Nuk më pëlqej. Ca nuk më pëlqej në Shqipëria, nuk më pëlqej dhe Grekia, nuk më pëlqej dhe... Është e njëjta gjë, Ballkani. Ca nuk më pëlqej sepse pisebul. Njëta ishte dhe Grekia dhe Italia, kjo... Uj, atje me pëtu, po ishte atje dhe të si pastroj Baskia. Kjo nuk ishte me. Edhe Greqit nëtë kjo? Fiks fare. Në Athinë? Edhe Athina, edhe London në qofë se kaloj, edhe Itali në qofë se kaloj. Kjo ishte Balkania. E qartë, Balkania. Kjo ishte historia. E marrësh. Po. Sipria me falë, Sipria drusoj shumë. Kjo është e vërtet. Drusoja breda se 15 vjet ishte nga 0-100. Me turizme, me rruga, me hoteli, me restorante, me kafe, me të gjitha. Kjo ishte fantastik. Edhe drusoj shpet. Kjo momenti kemi shumë turizme. Edhe jo vetëm breda dhe Tirana, të gjitha Sipria. E di. 12 muaj ka turizme. I sala, do kemi një politike o edhe s'do hoteli, do me doj dori kjo turizme në Sipria, sepse ishte shumë mirë. Do në diferenca që unë kam parë mes, po temi Tirana, edhe Athinës, unë paka shumë në këto kohë, kam qenë në vjetë në Athinë, do përnë nuk ishte shumë turist, në të ndrejtën, se nuk ishte muaj, diku nga maja, apo nga prilli, diçka e tillë, edhe e di që më bëri për shtypje në për lokalet dhe baret e Athinas. Pronarët, apo kamarierët, qeshnin. Ishin qeshur. Madje të qerasnin. Dhe më dhënë ti me 8 euro të mushit tavolina plot. është pak më lirë, kam përshtypjen... Ishte mes... Tani, Italia me Shqipëria për mua, kjo momenti ishte 50% me lirë. Ku? Italia? Italia. Grekia kjo momenti për mua, për e njëta lokale unë dhe pësetoj, ishte 20% me lirë. Mua më duke në Athinë taksit më lirë? Edhe, taksit qa ishte.
Ishte me lirë sepse ishte shumë. Tani. Unë kemi një lokali. Në qofë se kemi 100 lokali e njeta me mua, sigurisht do kemi kokoreca edhe pëlqitësia edhe për çmimi. Në qofë se kemi vetëm bisebul 30 taksi, ose 10 hoteli, ose 15 restorante të mira, atë este problem sepse nuk kemi kokoreca, po të çmimi kaloj larg. E kuptova. Që duhet të ndryshoj dhe këtu ndoshta në një gjë e vogël. Per mua ndryshoj çdo dita, sepse çdo dita e rregulloj dyqanja, rregulloj të mira, me bukura, me kultura, me dizajn. Edhe çdo dita kjo ndryshoj edhe lëviz. E kuptoj. Edhe per mua erdhi çdo puna brenda kaloi edhe i ri njerëz, me i ri kultura, me moderna kultura, jo për do marrë tasi kjo moment lek, por do marrë sepse do bëj puna. E qartë. Shumë shqiptarë kishe në Athinë, pa fund. Po them një në 3 lokale apo bare gjeje pa diskutim shqiptarë që fiks fare. Dhe shqyqyrin e në dalloni që shqiptarë për njerëz. E halkidikiste vetëm kjo bisedë edhe përpara. Kur kalojsh në Grekia, një shqiptar kur kalojnë në Grekia edhe nuk e di fare Greki, nuk ka problem fare. Sepse 90% flet shqip në Grekia, në turizme, në nisull, në kësu, ishte edhe njëtë historie ishte kësu. Edhe Shqipëria. Dhe uroj me zemër që gjithë kjo marrëdhënie e mirë mes njerëzve, mes grekëve dhe shqiptarëve, të vijojë dhe të trashëgohet brez mas brezi, sepse edhe në Shqipëri, po edhe në Greqi, janë rritur breza pa fund shqiptarësh. Apo jo? Gjenerata shqiptarësh. Si e mendon? Ti thua... Nuk e di në qofë se ishte... Jo, do më thënë, do të se kuptove. Po thua që në Athinë, në Greqi, kanë qenë familjet që në 90-ën. Po. Tani janë brezi i tret i fëmijëve që janë rritur. Tani, në fiks fare, në Grekia erdhi shumë një familjes përpara në Grekia, edhe i ri, edhe mora toka, rregulloj punës, merr shtëpia, edhe të gjitha familja ishte në Grekia, Kalamaj, edhe për mua kjo njerëz ishte sa ishte shqiptar ishte dhe grek. Eksakt. Edhe unë, tashë jam 20 vjetë në Shqipëria. Po. Me shumëri në Shqipëria nga Grekia. Po mire e bën. Edhe, fiks fare, sa grek jam edhe shqiptar jam. Mire e bën. Kjo ishte, të gjitha ishte qa kemi breda dhe media dhe breda në zemra. Eksakt. Dhe me këtë fjali i the të gjitha. Unë vetëm një dua për njerës. Ose në qofë se ishte grek, ose në qofë se ishte italian, ose në qofë se ishte shqiptar. Qa ishte, duhet, do mesoj kalamaj edhe sip. Pa diskutim. Edhe do mesoj të gjitha, sepse nga filim, duhet do mesoj qa ishte mama edhe baba. Në qofë se shqiptar, duhet do mesoj edhe sip. Pa diskutim. I dashur unë të falenderoj shumë për këtë orë mëngjesi, do të vinë të kafeote se së bënë. Do vinë e Davas, gri kofi, do pinë një frappe dhe një fred originale, do pres. Pa tjetër, lafeke. Faleminderit shumë. Jam, do pres atje. Të falja shumë dhe Ridës edhe Gocës, edhe të gjithë miqve të tu që ke në Shqipëri, apo dhe në Athinë. Falenderoj shumë i dashur. Kjo intervjist do tjetë pak më vonë në YouTube, që mund t'ja qosh edhe njerëzve Greqi për ta parë. Shumë faleminderit. Falenderoj shumë i dashur. Dhe të përshëndesin ty dhe miqtë e tu me këtë që unë kam qef. Me telefonatën e mëngjesi. Mirë mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Sofia nga Tirana. Mi Sofia, si jeti? Ja vej zëshme, sot kam ditëlindje. Edhe 100 dhe Mush, plus 72 vjeçe. Mashallah, shëndet e mërzi. Shumë e lumë, faleminderit rofsh, ju personale dhe gjithë stafit tuaj. Rofsh dhe për urimin. Sa për temën, them që burri nuk duhet qaj në publik, atë në shtëpi,
Për vetë me arsye se, po fillu ndodhi edhe në gëzim, qajnë të gjithë, po që fillojnë qajnë burrat, qajnë karamaj, qajnë gratë, ku se merret me gëzimin, pastaj me rregullime me gjërat, e pritje për sjellje. Edhe loti gëzimit është i bukur. Po duhet është i bukur, po, më mirë kur ke një person serioz në shtëpi, me autoritet, ai mund qaj edhe nga brenda, po, them që nuk duhet qaj burri se edhe lidhërim. Tani do vinë tjerë të do i presë dhe përsjellës, ulim qaj mi cepne, edhe t'i lem këto gëzimet ose hidrimet. Jo, moj, ti lirohesh, ndërsa burrat jo? Jo, burrat, unë them që janë me shumë heshtja, po që në publik se të jep forca i burri që nuk qanë. Jep forca, okej, e kuptova. Pra, ti thua që një burri që qanë është i dobët? Jo, nuk është. Po atere? Iku? Unë mbyllë, mirë. Mirë, hazë, s'kim që thejmë. Okej, në regull atere, i bjetë kemi shumë pak momente, qa oferte është. Atere, shumë pak momente publicitet, për të rikëtyrë, për së rikëtyrë në studio nuk vënohemi. Okej, mirë shumë, vjojmë neve. Telebrata një gjësi. Kam gabim numër së cileve, Aldo, jam Zanita Mane nga I kërën gabim. Telebrata një gjësi. Apo, mirë, s'ka gjë. Okej, ja të kemi me Armanin tonë të Myzeqes. Në këtë mëngjes të shënuar të datës 2 qershor, Arman Mordial, Mirë mëngjes nga Myzeqes, Aldo. Me bluzat të bardha, me pikat zeza. Po, një bluzë e bardhë, se duke qenë se është e dita e ngrohtë sot, është një sugjerim i banorëve, një sugjerim i mirë në fakt, që mos të djeshtisin, se sidomos që duan të dalin diku apo të pinë të kafen e mëngjesit pas asaj pune në orët e para të mëngjesit të lodhshme, do ishte mirë një bluzë e bardhë me qëllim që mos kishin shumë vap. Që mos tankohen. Shkolla që ka bukur ato pika, çan ato pikat e zeza. Po, ajo e bën interesante që. Sepse pluset bardha ka plot, po puna është detaji është ai që bën diferencën. Si shaka kënga më kujtoj që këndojnë ato vëllezërit Zena për këtë blusën e pika çash ka. Prit, kjo është? Ja. A di me të drejtë? Pse di këto? Më të thim qonë për që? Ja, gjë pak. Farida Paska. Kjo është tjetër më burë, se kjo e i thot fustani me pika, nuk thot bluzja me pika. Më mje, po ta zjatë se fustan bëtë ai. Shërtika, ka pel për një. Ma kjo më burë se nuk gjatet. Po me ti merë thelbi, s'ka nevoj fustani, bluzda, shërtika. Po mirë, e kuptoj, dhe më thënë që është një këngë përshëndet, se më thënë për fustani me pika, po për më tepër sot që është data 2 qershor dhe ne kemi festën e komshinëve, apo jo? Festën e komshinëve, në fakt kemi dhe disa gëzime të tjera sot, disa hare. Më thënë, si që është ditëlindja për shembull e lojtarit mirënjohur David Beckham. Po ç'pun kemi në atë, ore, merrem me popujt të burr. Po, pse quhet sot dita e Italisë? Dita e Italisë. Festa e Italisë. Pse quhet sot? Festa e Italisë. Më thënë të drejtën festa e Italisë. Të festa e Italisë. Nuk e di pse quhet festa e Italisë. Ti e di më burr. Ti e di vetëm se festa e Italisë. Po, e kemi bërë dhe vjetën e. Do bëjmë shkuë, do bëjmë patatet e tij, çfarë do bëjmë? Më kujtohet, nuk është puna se do shkojnë në lushjet, marrë tamni picë, çfarë ste vjet? Në festa e Italisë. Po, ka kaluar goxha një vit dhe nuk e mbaj mend, e kuptoj se mund ta di patjetër për çfarë vjen. Ajo është histori, ore, ka lidhje me Garibaldin më burr. Me çështje me Garibaldin. Bra. Po, shiko, po Garibaldi me sa di unë, ditën e sot me thjesht vetëm e kujtojmë, sepse sot është dita që ai ka vdekur me sa di unë. Po, dhe pikërisht kjo është festa e Italisë. Domethënë, ditën e vdekjes ata kanë kthyer në flos. Çfarë do bëjnë kur? Çfarë punë kanë se mos kanë një punë tjetër? Jo, çfarë do bëjnë, po tani zakonisht paktën çastin për ne që jemi në Shqipëri, kur des një njeri e kujtojmë domethënë të mirat e tij, edhe në një boll, nuk e vum ne më burr.
Jo, nuk po them që e vum ne, po them që sikur nuk na ka hije ne, për shembull, si shqiptar që jemi, si tradicional që jemi, që kur dikush ka ndruar jetë. Sa të keq që kam olla. Po jo të gëzojmë. Jo, nuk gëzojmë, bëjmë hall për shembull. Bëjmë hall, po. Po, mirë hall, po, hajde po bëjmë një hall për ta kujtuar, po ne po themi që Italia ka festë dhe normalisht që sikur nuk shkon me tipin ton. Sa të vllajti, ne më ta festojnë, ne bëjmë hall. Po, ashtu po, do të që ne i bëjmë rritet sipas traditave tona, ndërsa ata i bëjnë sipas traditave. Bëjmë punën e vet. Tani, më qenë skera te Garibaldi, për brezin e ri që nuk e njeh. Çka ka qenë ky mërbur? Tregoj çik njerëzve për Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, me sa një u ka qenë politikar italian, ka qenë dhe luftëtar italian. Oh, me ka kalut. Si me ka kalut? Me ka kalut pra. Luftëtar, jo lojtar. Luftëtar, që janë luftëtar. Po, E çka ka bëu? Giuseppe Garibaldi ka luftuar, ai ishte që domethënë një nga njerëzit që e mbrojti Italinë domethënë në luftë dhe vështirësitë e asaj kohe. Nga kush? Nga kush? Me ka pati luftë Italia në atë kohë s'po kujtohet me thënë të drejtën, sepse ka goxha vite që ka ndodhur si gjë, nuk është se ka ndodhur tani afër. Por di që sepse për Giuseppe Garibaldi në shluar dhe film. Po, atë djalë normal që e bofin, po. Kundër kujt e mbrojti mërbur? Po, me Gjermanin, jo, s'është ka pasur... Ja, ma s'punga me Gjermanin? Po pra, me Gjermanin, jo. S'ka pasur me Spanjën, me Francën? Jo, s'ka pasur, Gjermani, Portugali, Francë, Spanjë, jo. Jo. Me Grekët? Jo, më lele, për s'punga me Grekët. S'ka lidhje fare. Nuk s'më kujtohet të qenë sinqert me kë ka pasur italianat konflikte. Ai është personi që bashkoi Italinë më lali. Harove? Misha bashkoi, po nga kush e mbrojti, nga domethënë po flasim për anën e politikës që bëri, që bashkoi Italinë e bëri një mblodhi domethënë strukturën politike italiane. E mblodhi një, e boni një. E bëri, domethënë standardizoi, domethënë ishte, domethënë bëri një qeveri se të mëri fill. E qartë. Çfarë ndikimi ka Giuseppe Garibaldi në Myzeqe? Çfarë ndikimi ka? Me thënë të drejtën, kjo do pyetur banorët, sepse nuk është se e di çfarë përshtypje kam pasur. Mbaj mend që kur kemi qenë vegjël kemi pas filmi, po unë dua ta shikoj se çfarë ndikimi ka tek ata si personazh dhe jo si personazh filmik. Atëre, merre për detyrë, nesër do të pyes. Po ki parasysh që nuk harroj, do të pyes nesër. Jo, me shumë kënaqësi, do pyes disa prej banorëve dhe them që çfarë mendimi keni se ka ndikuar tek ju Giuseppe Garibaldi. Bravo. Tani i lëm tonë dhe merrem me hallet tona. Kjo thot, cili është kryelajmi i sotshëm? Kryelajmi i sotshëm në fakt ka të bëjë me një zonjë e cila është grindur me mbesën e saj. Ja. Është grindur me mbesën, sepse mbesa arrinte në rrjetet sociale dhe kur gjyshja rastësisht e ka parë atë duke komunikuar dhe duke folur, ajo ka menduar se kur ka qenë i dashur dhe jo se kur ka qenë rrjet social, dhe e ka qelluar me tigan në kokë. Jo. Po. Mirë po, vajza e shankuar të prindit e saj dhe i ka thënë që shiko se të rinjt janë dhe rrinë për rrjetet sociale dhe në një farë mënyrë kanë marrë natë, pra vjerën nusja dhe të jemën djali, dhe kjo ka bërë që dashur pa dashur të zgjedhin që të largohen nga shtëpia. U ç'mon them, more, korba ç'mon them. Pastaj? Pastaj kemi një lajm i cili ka të bëjë me një 40 vjeçar, i cili do të lëri bashkëshorten e tij sepse ka njohur një zonë tjetër. Mirë po bashkëshortja e ka vënë në re këtë gjë dhe ka lajmuar fëmijët, duke i thënë që babai do të bëjë këtë gjë. Dhe kanë qenë fëmijët ata që kanë bërë një lloj ndalesës, sepse kanë thënë babai ti nuk je babai i mirë, kështu është. Domethënë në një mënyrë e kanë kritikuar dhe dashur pa dashur babai është hequr nga ky vendim dhe janë sërish bashkë, por që jo në harmoninë e mëparshme. Gjithë këto halle pas kemi shoku, me çfarë shokun? Po. Kemi dhe një hall tjetër, i cili ka të bëjë me një 21 vjeçar, i cili nuk është lejuar nga prindit e tij që të marrë vajzën e ëndrave ta sjellë në shtëpi.
Ai ka kërkuar me mirëqenie prindërve që ta prezantojë me vajzën, sepse normalisht që do vinte një moment që do bënte prezantimin. Mirë po prindit e tij nuk e kanë lejuar, i kanë thënë që ti nuk do jesh me atë vajzë, po në fjalë nga ana tjetër e donte, dhe fsheu rrezik ka ikur në orët e vona të natës ka shtëpia dhe nuk dihet ende nga është. Okej, mirë. Na mahnite na knoqe. Suksese në jetë. Dhe ta gëzosh fustani me pikë, këtë bluzën me pika. Suksese. Urime. Jo, bluzën po, fustan thash. Bluzën thash, korrigjova, bluzën. Apo e shpreha që nga trojnë, pa. Sa hije të paska. Bravo. Mirë. Ecim neve, ecim. Ja të kemi në Shkodër, zemra mi mëgjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithëve. Po, jemi zgjuar shumë mirë, për sfiduar kështu një javë të mbarë shpresojmë, pasi kemi përfunduar me sukses festën e fëmijëve, e cila ishte një festë shumë e bukur, po ashtu edhe me shumë zhurma e gjëra të këndshme. E mbyllëm kështu ditën e 1 qershori. E mbyllëm. Dhe u kujtuan të gjithë personalitetet e rëndësishme, policia e të tjerë të bëjnë ato klipet e tyre të ka po klipe? Po, me fëmijë, duke thënë që ato janë ardhmja. Ardhmja e vendit. Jemi lulet e vetjetës. Po. Të janë lulet e së ardhmës. La mojtë e shpeti s'kan prek lule me dorë. Dhe që s'kan një vend ku të luajnë mbi të gjitha. Ba mirë. Po, megjithatë, s'ka rëndësi, ardhmja është e ndritur, pavarësisht. Pa, diskutim. Sigurisht që na verbon bile ardhmja, po. Pa që e ndritur është. Na verbon bashkë me artin dhe kulturën që në fundjavë ne kemi të papërmbajtshme. Ja, qa bot? Dhe kemi bërë ekspozita që kanë përfshirë jo vetëm Shkodrën, por gjithë Shqipërinë dhe më gjërë edhe Kosovën. Pas keni qenë mi, Dhe nga kjo ekspozitë mbretëlënse kemi patur edhe një panajër libri. Pastaj kemi patur edhe promovime librash. Nga ana tjetër kishim edhe festivalin. Po ashtu nga ana tjetër kishim edhe një 2-3 festa të tjera të vogla, të cilat sigurisht u kulmuan edhe me këto shfaqje që bëjnë edhe mësuesit apo edukatorët, sa i takon edhe festës së fëmijëve. Kështu që ka qenë një fundjavë që nuk dihen nga të shkoja para më parë për të ndjekur artin në mënyrë që të mos mbasë asnjë nga këto aktivitetet e rëndësishme. Megjithatë i kemi kapur se kemi prapuar sa tek njëri tek tjetri. Çfarë keni? Po jemi të papërmbajtshëm sa i takon këtyre aktiviteteve, me siguri që do marrim një periudhë pushimi ande nga vera ande ne. Po se u futut. Po për momentin vazhdojmë akoma të jemi në përgatitje e sipër të aktiviteteve të tjera që do vinë. Promovime librash besoj sa dush me kile. Po, libra kemi plot, sa të duash, se janë edhe disa që kanë dorë shkrime dhe i kanë bërë gati për t'i bërë. Kanë bërë gati apo mirë shumë? Po, i kanë bërë gati dhe tani në ditët në vim. Që ta di mos gjeni pa gjopra, ne thash. Që të bëjnë edhe promovimet e tyre. Po nami po bën, Më përpar bëhet promovimi se sa votohet libri. Ma avash. Është bërë ky promovimi shumë i bukur modern me atë koktelin, me ato bisedat. Ato fjalët e bukura që thuhen për autorin, kështu gjëra, domethënë janë shumë interesante. Bravo. Një pjesë e njerëzve u shpërndan edhe në plazhin e Velikojës me thënë të drejtën, i cili akoma nuk i ka hapur dyert ashtu siç duhet. Pse keni plazh me deri ju? Ç'u di jo. Nga që menduaj që sezoni ka filluar pak më herët, por praktikisht akoma nuk janë vënë në funksion të gjitha, jo lojrat, jo këto ambientet e lokaleve, këto gjërat ku shkojnë njerëzit, jo po shezlonet, jo po këto e kështu me radhë. Megjithatë, nga fjalët që kemi dëgjuar është që si vjet do të jetë më i lartë çmimi i shezloneve. Sa mirë. Sepse me rritjen e standardit të jetesës tonë. Është edhe nafta po. Është rritë edhe nafta dhe rriten pastaj edhe çmimet e tjera që lufta në Ukrainë ka të vetat po diete. Po lufta po presidenti Trump i cili u Trump atë rastin Trump do vit po. Gjitha këto ndikojnë duke na bërë që ne të përsojmë një rritje të çmimeve. Çmimin e sezonit sigurisht. Po, gjithsesi ne nuk është se ndjejmë për sa kohë kemi artin dhe kulturën në top. Plus shto këtu edhe nusën e Macronit që i gjujti. Normal ngrihet çmimin e sezonit. Akoma se kanë marrë veten analistët. Domethënë normal që do rritet çmimi i sezonit, ç'kuptim ka?
Po, normale, dhe analistët janë shumë të zënë me këtë pjesë. Po, gjynaf. Qa po ndodhë në Francë dhe sidomos të analistët që janë shumë macho, akoma nuk e kanë pranuar me veten e tyre. Analistët janë machos, janë spathi. Se pia. Jo, janë nga të fortë që nuk janë mësuar t'i rajnë gratë. Stik, që janë gjurë nërë të analist macho. Edhe kur e panë këtë të Macronit. Pastaj tjetër, kemi patur shumë problematika të vogla në qytet, të cilat me ndërhyrjen e policisë janë zgjidhur me një. Mirë, në rregull. Ja 2-3 grindje dhe sigurisht edhe pjesa e gjobave, të cilat janë masive gjatë kësaj kohe. Masive për çfarë? Po, do më thënë, nëse më përpare policia ishin më tolerant për vendosin e gjobave, tani nuk janë edhe ashtë tolerant, sepse si pas analizve, nga që janë falet të gjobat deri në 2024, tani duhet të plotësohet disi ai regjistri. Kemi arkëmbosh të ku? Duhet të lekë, Gjan. Duhet pa kujdes. Duhet pa kujdes në kjo pjesa. Mirë, mjafton me kaq si na zuni. Okej, Roshe qofsh, dhe ne dhe shumë që mbyllim programin për ditën e sotme, duke ju uruar një të hënë sa më të marrë dhe një javë sa më të begatë, të shëndetshme dhe qofshi me humor, kalofshi mirë dhe me kismet zotit dëgjohemi e shikojemi sërish nesër në 7 minutë. Tong.